Do të përgatis një picë, do ta quaj pica bazilika ose pica me borzilok, sepse do të përdorim gjethet e borzilokut. Do t'i përdorim paksa me shumicë. Brumin e picës, gjithashtu edhe salcën për përgatitjen e një pice, juve do t'i gjeni në dy video të ndryshme. Për salcën dhe për brumin e salcës i keni në YouTube në kanalin tim të YouTube-it. Këtu kemi përgatitur brumin. Unë kam përgatitur një video në YouTube, por ky brumi që unë kam sot këtu, kam shtuar sipas dëshirës time, fara susami, fara liri, fara lule dielli dhe çdo njeri mund të shtoj sipas dëshirës çfarë të dëshiroj. Edhe rigon kam shtuar këtu. Gjithashtu do të na duhen salcën, siç tham, e kemi gati. Këtu kemi 100 gram djath guda dhe këtu djath kaçkavall. Janë djathra posaçërisht për picën. Gjithashtu kemi një spec të kuqe, një domate të prerë në feta. Këtu kemi salcë borziloku, të cilin e kemi përgatitur dhe kjo gjendet në një nga videot e mia në YouTube. Gjithashtu kemi prosciuton, mortadel dhe këto tufën që kemi këtu me bazilik ose me borzilok, si quhet në gjuhën shqipe. Do ta përdorim paksa me shumicë. Pasi e kemi vendosur brumin e përgatitur në tavë për pjekje, mbi të do të vendosim salcën. Salcën mund ta përdorim sipas dëshirës, sa të duam, 2-3 lugë ose ndoshta edhe më shumë. Vendosim edhe mortadelën. Mbulojmë gjithë sipërfaqen e brumit. Dhe këtu do të vazhdojmë me disa dega borzilok. Pasi kemi vendosur borzilokun, do të vendosim dhe speca, do t'i radhisim edhe këto, radhë pas radhë në gjithë sipërfaqen e tavës. Më pas do të shtojmë djathin. Të dy llojet e djathrave do ta mbushim plot picën. Dhe pasi vendosim djathin, do të vendosim edhe domatet e prera në rraf. Do të vendosim pak nga kjo salca e përgatitur me vaj ulliri dhe borzilok. E bëm tepër të shishme. Dhe këto erëzat dhe kripën që kemi vendosur mund t'ja shtojmë sipër. Pak piper të zi dhe shumë pak rigon. Dhe e kemi gati për ta pjekur në një furrë të ngrohtë në temperaturën 200 gradë. Ja ku e kemi përfunduar picën, e kemi pjekur në 200 gradë në 20 minuta. Për dekor mund të vendosim edhe disa dega borzilok sipër. E ka dhe aromën më të freskët.